Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. O besimtar, mos e konsideroni armikun tim dhe tuajin për dashamir. Ju po shprehni dashurin ndaj tyre, kurse ata, me të vërtetë, kanë mohuar të drejtën që u ka ardhur juve, e dëbuan profetin dhe juve, vetëm se besonit në Perëndin, Zotin tuaj mos i bëni ata dashamir, në qoftë se jeni keni dalë luftar në rrugën time dhe për kënaqësinë time. Ju fsheu razi shfaqni atyre dashuri, por vëndje atë që fshini dhe atë që punoni aptazi. Ai prej jush i cili armikun e bën dashamir, ai ka devijuar rrugën e drejtë. Shumë komentues të Kuranit Allahu i mëshiroft kanë thënë se shkak për zbritjen e këtyre ajeteve të mrekullueshme u bë historia e Hatib ibn Ebu Beltas. Kur profeti s. po përgatiti për të qiruar Mekën, Hatibi u shkroi Kureshëve duke njoftuar për qëllimin e profetit as. Ai e bëri këtë veprim jo për shkak të hipokrizisë apo të ndonjë dëshimi në fe, por për shkak se familja e tij në Mekë ishte e pambrojtur, prandaj me këtë shërbim ndaj Kureshëve, ai shpresonte të mbronte familjen e tij. Kështu, Hatibi e nisi mesazhin nëpërmjet një gruaje. Por profeti s. që u njoftua menjëherë nga Allahu i lartësuar për këtë veprim, dërgoi një grup urash, të cilët e ndaluan gruan para se të mbërrinte në Mekë dhe ia morën mesazhin asaj. Profeti s. e çortoi rënd Hatibin, i cili kërkoi ndjesë dhe paraqiti justifikimin e tij, të cilën profeti as. e pranoi. Në këto ajete ndalohet kategorikisht afrimi, miqësimi dhe alianca me mohuesit, idhujtare dhe armiqtë e Islamit. Nuk lejohet shfaqja e dashurisë dhe afrimitetit me ta, sepse kjo bie ndesh me imanin e vërtet dhe është tërësisht në kundërshtim të plot me fenë e Ibrahimit as. Të dashurit e Allahut. Ky veprim është në kundërshtim edhe me logjikën e pastër e të drejtë, sipas të cilës besimtarët duhet të tregojnë kujdes shumë të madh në marrëdhëniet me armiqtë e tyre. Ata duhet të jenë shumë vigjilentë, sepse dihet mirë se pala kundërshtare nuk lë mënyrë pa provuar për të realizuar qëllimet e tyre armiqësore. Ata shfrytëzojnë çdo rast që u jepet për të dëmtuar ose shkatëruar besimtarët. Thot Allahu i lartësuar, o ju që keni besuar. Kështu, Allahu i drejtohet besimtarëve pikërisht në cilësinë e tyre të besimit, duke i orientuar në këtë mënyrë që të kryejnë çdo detyrim që u dikton imani i tyre. Ndër veprat më të rëndësishme që kërkon imani është shprehja e dashurisë, afërsisë, solidaritetit dhe aleancës me ata që përpiqen të përsoset si besimtar, nga njëra anë, dhe distancimi, mosafrimi dhe armiqësia me ata që janë armiq të besimtarëve, nga ana tjetër. Ky është kusht themelor i besimit të vërtetë. Atëherë, duke u nisur nga kjo shenjë dalluese e tyre, i lartësuari thot besimtarëve, mos i bëni miq armiqtë e mi dhe armiqtë tuaj, duke treguar dashuri ndaj tyre, sepse ata e mohojnë të vërtetën që ju ka ardhur. Kur mos nxitoni dhe të bini në atë gradë të ulët, duke u shprehur dashuri, afrimitet dhe mbështetje qafirëve dhe idhujtarëve. Kjo do të thotë që ne duhet të largohemi nga çdo shkak dhe rrugë që sjell një afrimitet të tillë. Nëse në zemrën e dikujt zëvend dashuria për ta, atëherë ajo, padyshim, do të pasohet nga solidariteti me ta. Ky veprim e nxjerr robën nga imani, duke e bërë atë njëshme mohuesit dhe duke e larguar nga besimtarët. Gjithashtu, miqësia dhe afrimiteti me qafirët është treguesi i mungesës së personalitetit dhe logjikës së shëndosh. Si është e mundur që një besimtar të miqësohet ose të ndihmojë armikun e përbetuar të tij, i cili synon veçat të keqen e tij, i cili kundërshton Zotin e tij dhe është armiku i miqve të tij, të cilët i duan të mirë, duke e këshilluar dhe ndihmuar për të arritur atë të mirë. Piçudit se shkak tjetër i armiqësimit me qafirët është edhe fakti që ata mohojnë të vërtetën, të cilën besimtarët e besojnë, jetojnë sipas saj dhe e propagandojnë. Padyshim, nuk ka arsye më të fortë për të urryer se sa kjo. Qafirët mohojnë themelet e fesë së besimtarëve dhe pretendojnë se ata janë të humbur, jo në rrugë të drejtë dhe jo të mbështetur në fakte. Ata mohojnë të vërtetën, e cila nuk të lë asnjë dyshim në saktësinë e saj, dhe dihet mirë se çdo kush e refuzon të vërtetën, nuk ka asnjë argument e fakt që të vërtetojë saktësinë e mendimit të tij. Mjafton të njohësh të vërtetën dhe e kupton qartë kocsinë e çdo mendimi që e kundërshton atë. Përveç këtyre, muslimanët nuk duhet të harrojnë krimet dhe armiqësinë e mohuesve kundër profetit as. Dhe besimtarëve të tjerë. Për t'ua kujtuar këtë fakt, Allahu i lartësuar thot, ata kanë dëbuar të dërguarin dhe ju, vetëm se besoni Allahun, Zotin tuaj. Ata ju kanë përndjekur dhe dëbuar nga vendi juaj pa asnjë të drejtë. I vetmi krim është se ju besoni Allahun, Zotin tuaj, ndërkohë që është detyrë për të gjitha krijesat, pa përjashtim, që synin kryesor të tyre të kenë përsosjen e adhurimit ndaj tij. Të gjithë duhen të përkushtohen në adhurimin ndaj Allahut të madhruar, sepse ai krijoi, ai rregullon çështjet e tyre dhe përkujdeset për ta. Ai që u dhuron atyre çdo mirësi të dukshme apo të fshehur është Allahu i lartësuar. Por mohuesit i kthejnë shpinën këtij qëllimi, i cili është detyrimi më madhor i të gjithë detyrimeve. Ndërsa besimtarët përpiqen ta plotësojnë këtë detyrim, qafirët tregojnë armiqësi duke i dëbuar nga vendet e tyre.
Atëherë çfarë feje, personaliteti, logjike dhe arsyetimi mbeten e robit, nëse ai afrohet dhe miqësohet me jo besimtarët, që i kanë këtë cilësinë çdo kohë dhe çdo vend. Piçëditë se ata të malkuar nuk i ndalon asgjë nga shfaqja e urrëties dhe armiqësisë së tyre kundrejt muslimanëve, veç se ndonjë pengesë e fortë ose frika e madhe. Mos u miqësoni me ta, nëse vërtet keni dalë për hir të luftës në rrugën time, duke kërkuar kënaqësinë time ndaj jush. Nëse ju vërtet keni dalë të luftoni për të ngritur lart fjalën e Allahut dhe duke synuar kënaqësinë e Allahut, atëherë plotësoni kushtet që nevojiten për këtë qëllim. Sigurisht, një nga kushtet kryesore që duhet realizuar është dashuria, miqësia dhe ndihma të dashurëve të Allahut, si edhe urrëtia e armiqësia kundër armiqve të tyre. Ky është gjihadi në rrugën e Zotit, një nga veprat më të mëdha që afron besimtarët me Zotin e tyre. Ju shprehni fshehurazi atyre miqësi, por unë e di shumë mirë se çfarë mbani të fshehur dhe çfarë shfaqni aptazi. Si është e mundur që ju shprehni dashurinë, miqësinë dhe mbështetjen tuaj mohusve të Zotit dhe të fesë së Tij, armiqve të besimtarëve, dhe pastaj mundoni ta fshihni një gjë të tillë, ndërkohë që e dini se Allahu i madhruar është i gjithditur për ato që ju fshihni dhe shfaqni hapur. Peçuditse nëse ju arrini tu afshini ligësitë tuaja besimtarëve, dijeni mirë se Allahu i lartësuar nuk mund të fshihet asgjë. Allahu i lartësuar, me dijen e Tij absolute, ka për të shpërblyer robërit për të mirat dhe të keqijat e tyre, të bëra aptazi apo shitazi. Kush vepron kështu, ka devijuar nga rruga e drejtë. Ata që zën miq mohuesit dhe i mbështesin ata, pas këtij çortimi nga Allahu i lartësuar, le ta dinë se i kanë hyrë një rrugë, e cila bie ndesh me fenë e Zotit, me logjikën e drejtë dhe me dinjitetin njerëzor. Për të ngjallur urrëtitjen dhe armiqësinë ndaj mohuesve, Allahu i lartësuar u kujton besimtarëve egërsinë e mohuesve ndaj tyre, ngjarja e Hatib ibn Ebu Beltas, profeti Asa. Urdhëroi njerëzit që të përgatiteshin për rrugë, si edhe familjen e tij që t'i bënin gati paimet. Ebu Bekri shkoi tek e bija, Aisha, të cilën e gjeti duke përgatitur disa paime të profetit Asa. O bija ime, e pyeti, a ju ka urdhëruar profeti Asa që të bëni gati paimet për udhtim? Për ku mendon se do të niset? Vallahi, nuk e di, i tha. Aisha. Pastaj profeti Asa i njoftoi njerëzit se po synonte të sulmonte Mekën, prandaj i porositi që të përgatiteshin mirë dhe të ishin në gatishmëri. Pastaj u lut, o Allah, llokuj shikimet e spionëve dhe mos lejo që lajmet të shkojnë te Kureshët derisa t'i zëm në befasin e vendbanimet e tyre. Tashmë njerëzit ishin gati. Ndërkohë, Hatib ibn Ebu Belta shkroi një letër për Kureshët, ku i tregonte për objektivin e profetit Asa. Këtë letër ja dha një gruaje, të cilës i caktoi një shpërblim, nëse do t'ua dorëzonte Kureshëve. Ajo e fshehu atë në një nga gëshetat e saj dhe u nis për rrugë. Menjëherë, profetit Asa i zbriti shpalja që e njoftonte se çfarë kishte bërë Hatibi. Kështu, ai dërgoi Aliun dhe Zubairin në kërkim të gruas. Sipas Ibn Shakut, profeti Asa dërgoi Aliun dhe Zubairin, ndërsa të tjerët thonë se me ta ishte edhe El. Mikladi. Gjithsesi, profeti u tha atyre, keni për të mashuar derisa të arrini në Reudotu had një vend ky midis Mekës dhe Medinës, 12 milje nga kjo e fundit. Atje do të gjeni një grua, e cila bart me vete një mesazh për Kureshët. Ata u nisën me nxitim dhe e kapën gruan pikërisht në atë vend. Atje ndaluan dhe i thanë, ti ke një letër për Kureshët? Jo, i thot ajo, nuk kam gjë. I kontrolluan kafshën, por nuk gjetën gjë. Atëherë, Aliu i thotë, betohu në Allah, se as profeti Asa. Nuk e njeh dhe as ne nuk po gënjejmë. O Allahi, ose do ta nxjerrësh atë letër, ose do të të zhveshu këtu. Kur ajo pa se ata e kishin seriozisht, tha, ktheni kokat e mos shikoni. Kështu, ajo e nxori letrën prej flokëve të saj dhe u dha atyre. Ata, me të shpejt, i dorëzuan letrën profetit Asa. Profeti Asa e thiri Hatibin dhe i tha, çfarë është kjo, o Hatib? Mos u nxiton gjykimin për mua, o i dërguari i Allahut. Betohem në Allahu se unë e besoj atë dhe profetin e tij. Kur nuk e kam tradhtuar Islamin dhe as nuk e kam ndryshuar fenë e Zotit. Arsyeja është se unë nuk jam Kurejsh, por i ardhur në Mekë. Unë kam lënë mes tyre familje dhe fëmijë pa mbështetje. Askush nuk i mbron ata. Të gjithë këta që janë me ty kanë të afërm atje, të cilët mund t'u mbrojnë familjet e tyre. Kështu, duke qenë se nuk kam afërsi gjaku me Kurejshet, desha t'u bëja një nder, që për shkak të tij, të më mbrojnë familjen. Omeri tha profetit Asa, me lër o ai, dërguari i Allahut, ti ja heq kokën, se ai tradhtoi Allahun dhe të dërguarin e tij. Ai e shfaqi hipokrizinë e vet. Profeti Asa i ja ktheu, por ai ka marrë pjesë në Bedër. E ku e di ti, Omer? Ndoshta Allahu i lartësuari ka parë luftëtarët e Bedrit dhe ka thënë, bëni çfarë të doni, se unë ju e kam falur të gjitha. Duke i lotuar syt, Omeri tha, Allahu dhe i dërguari i tij janë më të ditur.
Shihet zat e me atë. 3. Nëse binin e duart e tyre, ata do të jenë armiq tuaj dhe do t'i zgjasin duart e tyre dhe gjuhët e tyre me qëllim të keq dhe dëshirojnë që t'ju bëjnë jo besimtar. Nëse ata ju mundin, do të jenë armiq tuaj do t'ju godasin me duart dhe gjuhën e tyre. Ata do të dëshironin shumë që edhe ju të bëheshit jo besimtar. Nëse qafirëve u jepet mundësia për t'ju munduar, torturuar dhe poshtruar, ata asnjëherë nuk kursehen të godasin ashpër. Në çdo rast, ata ju godasin me duart e tyre për t'ju vrarë e poshtruar. Edhe gjuha e tyre e hidhur nuk lesh se luftuari me shpifje e fyerje kundër jush. Gjithçka që mohuesit dëshirojnë prej jush është thjesht t'ju nxjerrin nga feja juaj. Nëse ju përsëri arsyetoni dhe thoni se ne afrohemi dhe meqësohemi me mohuesit për shkak të lidhjeve farefisnore ose për shkak të tregtisë dhe pasurisë, atëherë dijeni se nuk do t'ju ndihmojnë juve në ditën e Kiametit, as fëmijët, as farefisi. Ai do t'ju ndan mes juve, Perëndia, sheh mirë atë që punoni ju. Nuk do t'ju bëjnë dobi farefisi e as fëmijët tuaj. Ditën e Kiametit Allahu do të bëjë ndarje mes jush. Allahu sheh gjithçka që punoni ju. Allahu ju të rreq vërejtjen që ju të mos miqësoni me mohuesit, sepse kjo është në dëmin tuaj. Shembulli mrekullueshëm për ju është Ibrahimi dhe ata që kanë qenë me të, kur i than popullit e vet, ne jemi larg prej jush dhe prej atyre që i luteni ju, përveç Perëndis, na nuk u besojmë juve dhe armiqësia urrejtja midis nesh është e përhershme, përderisa të mos besoni se ekziston një Perëndi vetëm, por përveç fjalës së Ibrahimit për të mirën e babës së tij, unë do të kërkoj falje për ty, por nuk kam kurfar mundësi për të shpëtuar ty prej dënimit të Perëndis. O Zoti ynë, te ti mbështetemi dhe ty të drejtohemi dhe te ti do të kthehemi. Një shembull i mirë për ju janë Ibrahimi dhe ata që ishin me të, për ju, o besimtar, shembulli më i mirë, nga i cili mund të mësoni shumë, është Ibrahimi ase, dhe besimtarët që e shoqëronin atë. Ju jeni urdhëruar që të pasoni fenë e Ibrahimit, i cili ishte Hanifa, besindrejtë, që besonte një Zot vetëm dhe i distancuar nga adhurimi dhe adhuruesit e gjithçkaje tjetër veç Allahut. Ibrahimi ase, dhe besimtarët që ishin me të u distancuan nga populli i tyre idhujtar dhe nga çdo adhurim tjetër, veç adhurimit të Allahut. Madje, ata deklaruan hapur distancimin e tyre kundër mohuesve, duke thënë, kur i than popullit e vet, ne distancohemi prej jush dhe prej çfarë adhuroni ju veç Allahut. Ne ju mohojmë dhe armiqësia ndërmjet nesh është e hapur, ne distancohemi tërësisht prej jush dhe prej atyre që ju adhuroni krahas Allahut. Tashmë armiqësia mes nesh është e shpallur. Zemra e besimtarit nuk duhet të ketë asnjë lloj dashurie apo animi ndaj mohuesve, ndërsa armiqësia duhet të shfaqet me veprime konkrete. Kjo urrejtje dhe armiqësi nuk ka kufizim kohë dhe vendi, por se vazhdon për sa kohë ata vazhdojnë me mohimin e tyre, siç thuhet më pas, derisa ju ta besoni Allahun si një të vetëm. Nëse e besoni Allahun si një të vetëm, duke kryer adhurimin e kërkuar, atëherë vendin e urrejtjes dhe armiqësisë ndaj jush do ta zerë dashuria, miqësia dhe mbështetja. Ky është shembulli për ju, o besimtar. Shikoni dhe mësoni nga Ibrahimi ase, dhe besimtarët që ishin me të, që të përsosnin imanin dhe të uidin. Prej shembullit të Ibrahimit ase, do të mësoni të plotësoni të gjitha veprat e adhurimit tuaja, por mos e merrni si shembull fjalën e Ibrahimit drejtuar babait të vet. Mos besimtar, përjashtim bën vetëm një gjë. Ju nuk duhet ta merrni si shembullat për fjalët që i tha Azerit, babait të tij idhujtar, i cili ishte mohues dhe armik i së vërtetës. Ibrahimi ase, e ftoi atë në besim dhe në tauhid, por ai refuzoi me forcë. Atëherë, Ibrahimi tha, unë do të kërkoj falje për ty, por nuk kam asnjë mundësi për ty para Allahut. Unë do të kërkoj falje për ty, edhe pse e di mirë se nuk kam asnjë mundësi që të mbroj prej Allahut dhe ndëshkimit të tij. Gjithsesi, po e lut Zotin tim, duke shpresuar që të mos gjej kur dëshpërim. Pra, nuk duhet të merret si shembull Ibrahimi ase, për të kërkuar falje për një mushrik. Askush të mos lutet për idhujtarët dhe të pretendojë që po ndjek traditën e Ibrahimit. Allahu i lartësuar e përmend arsyeën e Ibrahimit ase, për këtë vepër në një ajet tjetër, edhe lutja e Ibrahimit për babain e vet u bë veçse për shkak të një premtimi që ai kishte bërë më parë. Por kur ju bëhet qartë se ai ishte armik i Allahut, ai u largua prej tij. Me të vërtetë, Ibrahimi ishte shumë i ndjeshëm dhe i butë. Teuben 114. Ibrahimi ase, dhe besimtarët që ishin me të, le të jenë shembull për ju edhe për lutjen e mrekullueshme që ata i drejtuan Allahut, për mbështetjen e tyre të plotë tek ai, për kthimin e tyre të penduar e të nështruar tek Allahu i lartësuar, si edhe për shprehjen e dobësisë dhe nevojës së tyre tek Allahu i lartësuar, kur thanë: "Oni Zoti ynë, vetëm ty të mbështetemi, vetëm para teje pendohemi dhe vetëm tek ti është kthimi ynë." Ata u lutën: "O Zoti ynë, vetëm ty të mbështetemi për arritjen e çdo gjëje që na sjell të mira dhe për largimin e çdo gjëje që na dëmton dhe është e keqe. Vetëm tek ti kemi besëm, o Zoti ynë, dhe të gjitha çështjet tona i kemi lënë në dorën tënde.
Vetëm tek ti kthehemi të penduar e të nështruar, për të ju bindur porosive të tua, për të kryer çdo gjë që të kënaq ty dhe që na ofron drejt teje. Ky është qëllimi ynë për të cilin ne nxitojmë, garojmë dhe bëjmë punë të mira. Ne jemi të bindur se tek ti do të kthehemi një ditë, prandaj përgatitemi duke kryer çdo vepër që na ofron pranë teje. Lutja e tyre vazhdon. O Zoti ynë, mos lejo që të bijmë në provë të pafeve dhe fala neve. O Zoti ynë, me të vërtetë, ti je i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Zoti ynë, mos na bëj sprovë të atyre që nuk besojnë dhe falna, o Zoti ynë. Mos u jep jo besimtarëve pushtet mbi ne, për shkak të gjinave tona, që ata të na nështrojnë dhe poshtërojnë, të na sprovojnë në besimin ton dhe të na ndalojnë me çdo mundën nga feja jon. Mos na bëj sprovë për ta, sepse nëse ata e shohin veten fitimtar mbi ne, do të mashtrohen e do të mendojnë se janë me të vërtetën, kurse ne me të kotën dhe, në këtë mënyrë, do të shtohet mohimi i tyre dhe do të shfrynohen edhe me tenë kalimin e kufive. Ti je ngallënimtari i urti. Ata thanë, ti je El Aziz, krenari, ngallënimtari, poshtësi gjithçkaje. Ti je El Hakim, i urti, i cili e vendos çdo gjë në vendin e vet. Me krenarin dhe urtësinë tënde, na ndihmo dhe na jep fitore kundër armiqve tan. Na i mbulo dhe i fal gjunat tona. Na i rregullo të meta dhe mangësitë tona. Pastaj Allahu i lartësuar e përsëriti kurajimin e marrjes si shembull të Ibrahimit dhe besimtarëve që ishin me të, duke thënë: Me të vërtetë, ky ka qenë shembull i mirë për ju, për ata që shpresojnë në Perëndin dhe në ditën e Kiametit. E kush manget, me të vërtetë, Perëndia është i pavarur, ai meriton tërë falënderimin. Vërtet, këta njerëz janë një shembull i mirë, por pasimi i këtij shembulli do të jetë i lehtë jo për të gjithë. Ai do të jetë i lehtë vetëm për ata që kanë një cilësi shumë të rëndësishme, për ata që shpresojnë tek Allahu dhe dita e fundit. Besimi në jetën tjetër, te dhënia e llogarisë, te shpërblimi dhe ndeshkimi në varësi të veprave, ja lehtëson robit çdo gjë të vështirë. Besimi në takimin me Allahun dhe shpërblimi për veprat e mira është një inkurajim i fortë për të marrë si shembull profetët e Allahut dhe adhuruesit e sinqertë të tij. Madje, siguria e plot në takimin me Allahun dhe shpresa e madhe për shpërblimin e tij bën që robi ta ndjejë si detyrë pasimin e rrugës së këtyre të zgjedhurëve. Kushto që kthen shpinën, le ta di se Allahu është jo nevojtari i lavdëruari. Ai që i kthen shpinën bindjes ndaj Allahut dhe rrugës së profetëve të tij ka për të dëmtuar veç veten e vet. Ai nuk mund të dëmtojë as pak Allahun e lartësuar, sepse ai është Elgani, i pasuri, që nuk ka asnjë nevojë për krijesat e tij. Atij i takon pasuria absolute e pavarësia në çdo aspekt. Allahu nuk ka nevojë për asgjë të krijesave të tij. Ai është El Hamid, i lavdishmi dhe i lavdëruari në qenjen, emrat, cilësitë dhe veprat e tij. Allahut i takon falënderimi, mirënjohja, lavdërimi dhe lavdia e plot. Është e vërtetë që Allahu i lartësuar na ka urdhëruar që t'i urrejmë dhe t'i konsiderojmë armiq qafirët dhe idhujtarët, për sa kohë ata vazhdojnë në kufrin dhe idhujtarinë e tyre. Por nëse ata kthehen në besimin e drejtë dhe të saktë, atëherë gjykimi për ta ndryshon vendin e urrejtjes dhe armiqësisë dhe dashuria dhe vëllazëria e besimit. Allahu i lartësuar na tregon se edhe kjo mund të ndodhë kur thotë: Ka gjast që Perëndia do të lidh vendos dashuri midis jush dhe atyre ndaj të cilëve keni qëndrim armiqësor. Perëndia është i plotfuqishëm dhe falës e mëshirues. Ndoshta Allahu do të vendosë miqësi ndërmjet jush dhe atyre me të cilët kishit armiqësi. Allahu është i plotfuqishëm. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Mos e humbisni shpresën, o besimtar, se ata edhe mund të kthehen në besim, dhe nëse ata kthehen në besim, Allahu i lartësuar do të bëjë që mes jush të vendoset dashuria për hir të fesë. Allahu është Kadir, i plotfuqishëm për çdo gjë. Pjesë e pushtetit të tij është udhëzimi i zemrave dhe ndryshimi i tyre nga një gjendje në një gjendje tjetër. Gjithashtu, Allahu është Gafur Rahim, falës i madh dhe mëshirëplot. Me pendimin e sinqertë dhe të vërtetë, asnjë gjuna nuk mund të jetë shumë i madh për të që ai ta falë dhe asnjë mangësi dhe turp nuk është e pamundur për të që ta mbulojë dhe ta fshijë. I lartësuari thot në një ajet: Thuaj, o robërit e mi, të cilët e keni ngarkuar shpirtin tuaj me shumë gjunave. Mos e humbi shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu i fal të gjitha gjunat. Ai është falës i madh dhe mëshirëplot. Kthehuni te Zoti juaj me pendim dhe dorëzojuni atij para se t'ju vi dënimi, se pastaj nuk do të ketë kush t'ju ndihmojë. Dhe ndiqni me të mirën e asaj që ju është shpallur nga Zoti juaj, para se t'ju vi dënimi, krejt papritur e pa e marrë vesh. Dhe askush të mos thotë: "Ali miri unë që e shpërfilla adhurimin dhe bindjen ndaj Allahut dhe që ishin nga ata që taleshin me besimin dhe besimtarët." Ose të mos thotë: "Sikur të më kishte udhëzuar Allahu në rrugë të drejtë, unë me siguri do të kisha qenë prej të devotshmëve." Apo kur ta shoh dënimin të thotë: "Sikur të isha kthyer edhe një herë në dynja, unë me siguri do të isha prej vepërmirëve." Jo, ty të patën ardhur argumentet e mia dhe ti përgënjeshtrove ato, u tregove kryeneq dhe u bëre prej atyre që mohojnë besimin e vërtetë. Zumer 53,
59. Ky ajet paralajmëronte se shumë nga ata që ishin fillimisht idhujtar dhe armiq të besimtarëve do të pranonin Islamin më vonë. Dhe, vërtet, ashtu ndodhi dhe të gjitha lavdërimet i qofshin Zotit. Sapo u shpallën këto ajeteve të mrekullueshme që nxisnin urrëtitjen dhe armiqsinë ndaj qafirëve, besimtarët i zbatuan me përpikmëri. Madje, shumë prej tyre u ndjenë faj edhe për mbajtjen e lidhjeve farefisnore me të afërmit e tyre idhujtar, duke menduar gabimisht se tillë ishte porosia e Allahut e lartësuar. Por Allahu i madhruar i qaroi me te besimtarët, duke u thënë: Perëndia nuk ju ndalon të shprehni mirësinë dhe të jeni të drejtë ndaj atyre, të cilët nuk luftojnë kundër jush për shkak të fesë suaj dhe që nuk ju dëbojnë juve prej shtëpive tuaja. Me të vërtetë, Perëndia i don të drejtit. Allahu nuk ju ndalon të bëni mirë dhe të mbani drejtësi me ata që nuk ju luftojnë për shkak të fesë që nuk ju dëbojnë prej shtëpive tuaja. Allahu i do ata që mbajnë drejtësinë. Allahu i lartësuar nuk ju ndalon nga bamirësia, komunikimi dhe mirësjellja ndaj farefisit. Ai nuk ju ndalon nga mbajtja e drejtësisë dhe barazisë me idhujtarët, qofshin ata farefisi juaj apo jo, nëse ata nuk luftojnë kundër jush dhe nuk ju dëbojnë nga shtëpitë tuaja. Ruajtja e marrëdhënieve me tanet e tilla kushte nuk është ndaluar dhe as e dëmshme. Në lidhje me marrëdhëniet që duhet të ketë muslimani me prindërit idhujtar, Allahu i lartësuar thot në një ajet tjetër, dhe ne e kemi urdhëruar njeriu që të jetë bamirës ndaj prindërve të tij. Nëna e vet e barti atë mund pas mundi dhe pas 2 vjetësh ja ndau xhirin. E porositëm të jesh mirënjohës ndaj meje dhe ndaj dy prindërve tu. Vetëm tek unë është kthimi juaj. E nëse ata të dy të shtyjnë që ti të më bësh mua shok në adhurimin për mua, për çka ti nuk je kurfar dije, atëherë mos i ju bind atyre, por në çështje të jetës së kësaj bote të sillesh mirë me ta. Pasoje me përkushtim rrugën e atij që është kthyer i penduar e i nështruar drejt meje. Në fund, ju tek unë do të ktheheni të gjithë dhe unë do t'ju tregoj atë që keni bërë. Lukman 14:15. Perëndia u ndalon juve të bëni miq ata që luftojnë kundër jush për shkak të fesë dhe ju dëbojnë nga vatrat tuaja, si dhe kontribuojnë që të jeni të dëbuar, e kushdo që i bën miq ata, të tillët janë zullumçar. Allahu ju ndalon të u afroheni vetëm atyre që ju luftojnë për shkak të fesë, që ju nxjerrin prej shtëpive tuaja dhe që ndihmojnë në dëbimin tuaj. Ai ju ndalon të miqësoheni me ta. Porosia e Allahut për distancim, urrëtie dhe armiqësi ju referohet atyre që ju luftojnë për shkak të fesë tuaj, në emër të urrëties dhe armiqësisë ndaj Allahut dhe besimtarëve të tij, atyre që ju dëbojnë nga shtëpitë dhe pronat tuaja për shkak të fesë. Atyre që ndihmojnë të tjerët që t'ju luftojnë për fen tuaj dhe që t'ju nxjerrin nga shtëpitë dhe pronat tuaja. Kështu, Allahu i lartësuar na ndalon që t'u japim dashuri dhe mbështetje të tillë njerëzve me vepra ose me fjalë. Ndërsa për sa i përket mirësjelljes me të afërmit apo me njerëzit në përgjithësi, ajo kursesi nuk është ndaluar. Madje, atë përfshin urdhri i përgjithshëm i Allahut të lartësuar për bamirësi, bujari dhe moral të mirë. Kushdo që miqësohet me ta, është zullumçar. Madhësia e kësaj padrejtësie është e lidhur me nivelin e përkrahjes dhe bashkëpunimit me ta në padrejtësinë e tyre. Nëse përkrahja ose bashkëpunimi me ta në luftën kundër muslimanëve është i plot, atëherë kjo vepër konsiderohet kufër që të përjashton nga Islami. Poshtë këtij niveli ka vepra të tjera që mund të jenë shumë pranë kufrit ose larg këtij. O besimtar, kur u vinë juve besimtarët emigrante, provoni besimin tek ato, e Perëndia më së miri e di besimin e tyre. Nëse bindeni se ato janë besimtare, mos i ktheni te pabesimtarët, ato nuk u lejohen atyre, si dhe as ata nuk janë të lejueshëm për to. I jepni shpenzimet e bëra atyre jo besimtarëve. Nuk ka pengesë që t'i merrni ju ato për bashkëshorte, pasi t'u jepini dhurata martese. Mos qëndroni në martesë me idhujtare pagane. Kërkoni atë që keni dhënë si dhuratë martese, por dhe ata jo besimtarët le të kërkojnë atë që kanë dhënë si dhuratë martese. Ky është gjykimi i Zotit, ai gjykon në mes jush, e Perëndia di çdo gjë dhe është i gjithdijshëm. O ju që keni besuar, kur t'ju vinë besimtarët e shpërngulura, provojeni besimin e tyre, ndonse Allahu e di më së miri se çfarë besimi kanë. Në marrëveshjen e paqes të nënshkruar në Hudejbije, një ndër pikat për të cilat profeti Asa ra dakord me idhujtarët ishte që, nëse një musliman vinte nga Mekka dhe rrethinat e saj e cila aso kohë kontrollohej ende nga idhujtarët, e kërkonte strehim në shtetin Islam, në Medinë, ai duhej të kthehej përsëri mbrapsht në vendin e tij, tek idhujtarët. Kjo pikë e marrëveshjes nuk përcaktonte kategori të veçanta, por ishte përgjithshme për burrat dhe për gratë. Për sa u përket burrave, Allahu i lartësuar nuk e ndaloi profetin e tij që t'i kthente ata përsëri tek idhujtarët për t'u përmbajtur kushtit e vendosur. Por për sa u përket grave, duke qenë se kthimi dhe dorëzimi i tyre tek idhujtarët kishte pasoja të rënda, Allahu i lartësuar i uroi besimtarët që, së pari, të provonin besimin e tyre. Kjo mund të bëhej me mënyra të ndryshme, me pyetje, informacione të marra, betime.
Ky hetim duhej të bëhej sepse ekzistonte edhe mundësia që gratë të mos ishin të sinqerta në pretendimin se ishin larguar për shkak të besimit, por mund të ishin larguar për ndonjë arsye tjetër, për shembull, për të martuar me ndonjë burr, nga se parapëqenin të jetonin në një vend tjetër apo të tjera qëllime të kësaj dynjaje. Nëse vërtetohej që ato nuk ishin besimtare, por kishin të tilla qëllime, bëhej detyrë ekstradimi në vendin e tyre, pa shkaktuar në këtë mënyrë asnjë dëmtim. Por nëse pas provimit dhe hetimit vërtetohej se ato ishin besimtare, atëherë nuk lejohej riadhesimi i tyre. Allahu i lartësuar thotë, nëse vërtetoni se ato janë besimtare, atëherë mos i ktheni ato te jo besimtarët, sepse as ato nuk janë të lejuara për ta, as ata nuk janë të lejuar për to. Por kthejuani atyre shpenzimet që kanë bërë për to. Ju nuk jeni të ndaluar të martoheni me to, pasi t'u keni dhënë. Merë, indëratën martesore. Qëtësimi i marrëveshjeve është kusht i rëndësishëm, prandaj i lartësuar i uroi që i dhujtarëve t'u ktheheshin mbrapa shpenzimet që ata kishin bërë për gratë e tyre, që tashmë ishin emigrante në shtetin islam. Këto futi me iri dhe gjithçka tjetër që ishte shpenzuar për ato gra. Pas këtij kompensimi, besimtarët në Medinë nuk e kishin më të ndaluar që të martoheshin me gratë sapo shpërngulura, edhe pse ato kishin qenë të martuara me idhujtar në vendin e shirkut. Kusht tjetër, gjithashtu, ishte që këtyre grave t'u sigurohej nga bashkëshorti i ri me iri dhe shpenzimet e nevojshme, sipas rregullave. Ashtu sikurse një muslimane nuk është e lejuar të martohet me një qafir, po ashtu nuk është e lejuar që një musliman të martohet me një qafir. Përjashtim nga ky ligj bëjnë vetëm gratë qifute dhe të krishtere, me kushtet e vendosura nga sheriati. I lartësuari thotë, mos i mbani si bashkëshortë e idhujtarët. Nëse Allahu i lartësuar na ndalon që t'i mbajmë si bashkëshortë e mohuset, ndalesa për lidhjen e një martese të re me to është me parsore për kërkoni t'ju kthehen shpenzimet që keni bërë për to. Edhe ata le të kërkojnë prej jush t'u ktheni shpenzimet që kanë bërë për to. Këtu, Allahu i lartësuar i urdhëron besimtarët që, nëse gratë e tyre tradhonin fen dhe shkonin në vendin e kufrit, ata të kërkonin prej mohusëve mehin dhe shpenzimet që kishin dhënë për gratë e tyre, njëlloj siç veprojnë në rastin e kundërt. Ky ajet tregon se privimi nga të drejtat mbi gruan duhet të kompensohet. Me fjalë të tjera, burri duhet të kompensohet për humbjen e të drejtës së bashkëjetesës me të shoqen. Për shembull, nëse dikush bëhet shkak që ta privojë burrin nga të drejtat mbi gruan e tij, si nëpërmjet gjithënjes apo me ndonjë mënyrë tjetër duke futur përçarje konflikt mes tyre, ai ka detyrë që ta kompensojë burrin duke i kthyer atij mehin. Këto janë ligjet e Allahut me të cilat ai u gjykon. Allahu është di gjithçka e njeh se çdo çështje. Allahu është i gjithditur. Ai di shumë mirë se çfarë ligjesh janë të dobishme për ju. Të gjitha ligjet që Allahu ka vendosur vijnë prej diturisë dhe urtësisë së tij të gjerë dhe absolute. Nëse ndonjëra prej grave tuaja kthehet e jo besimtarët si dhe anasjeltas, atëherë plotësoni ju atyre shpenzimet e martesës. Dhe duajuni Perëndisë, të cilët i besoni ju. Në qoftë se ndonjëra prej grave tuaja shkon tek idhujtarët, e me vonë ju fitoni plashk lufte prej tyre, atëherë, atyre që u kanë shkuar gratë tek ju jepuni aq sa ata kanë shpenzuar për to. Ashtu siç u përmend më sipër, nëse gratë e muslimanëve tradhonin fen dhe u bashkëngjiteshin mohuesve, këta të fundit duhet t'u kthenin kompensimin burrave musliman. Por nëse mohuesit nuk e kthenin kompensimin, atëherë ai merren nga pasuria e plashkës së luftës së UEPIsh bashkëshortëve. Kijeni frikë Allahun, të cilin e besoni. Besimi i vërtet kërkon që ju të jeni gjithë të devotshëm në zbatimin e ligjeve të Allahut të lartësuar. O pejgamber, kur të vinë ty besimtarët që të betohen se nuk do t'i bëjnë shok Perëndisë asgjë, se nuk do të vjedhen, se nuk do të kurvërojnë, se nuk do t'i mbysin fëmijët e tyre dhe se nuk do të vinë me ndonjë mashim shpifje të madh në atë që gjendet në mes duarve dhe këmbëve të tyre mos të bëjnë kupi, dhe që të mos kundërshtojnë ty në atë që është arsyeshme në kryerjen e dispozitave të fesë, ti pranoje betimin e tyre dhe lutju Perëndisë për to, me të vërtetë, Perëndia është falës dhe mëshirues. O profet, kur të vinë tek ty besimtarët e të japin besën. Këtu flitet për gratë, të cilat japin besën për plotësimin e disa detyrimeve, që, në fakt, duhet të plotësohen nga të gjithë, burra apo gra qofshin dhe në çdo kohë. Për sa i përket burrave, detyrimet dhe përgjegjësitë e tyre shtohen dhe paksohen në varësi të gjendjes dhe nivelit të tyre. Kështu, profeti në zbatim të urdhërit të Allahut të lartësuar, kur vinin gratë për t'i dhënë besën për t'ju përmbajtur atyre kushteve, ai e pranonte fjalën e tyre, duke u aqetësuar zemrën dhe duke i kërkuar falje Allahut për çdo mangësi që mund të vinte prej tyre. Profeti i konsideronte ato si besimtare muslimane, me kushte se nuk do t'i shoqërojnë Allahut asgjë. Pra, së pari, të adhuronin Allahun si një të vetëm, duke ia përkushtuar vetëm atij të gjitha adhurimet dhe duke u larguar nga çdo lloj idhujtarie, nuk do të vjedhin, nuk do të bëjnë immoralitet, nuk do t'i vrasin fëmijët e tyre, të largoheshin nga këto vepra të tmeshme dhe krimet e pashembullta, që kryeshin normalisht në kohën e ignorancës, nuk do të bëjnë immoralitet.
të largoheshin tërësisht nga kjo vepër shkatërimtare për familjen dhe shoqërinë. Në kohën e ignorancës para Islamit, lavijet dhe shtëpitë e poshtërisë ishin të përhapura, ndërsa tradhtia bashkëtorë ishte një plagë shumë e thellë, nuk do të gënjejnë, nuk do të shpifin. Të mos shpifnin kurrën e kurrës, qoftë në lidhje me burrat e tyre, qoftë për të tjerët, dhe nuk do të kundërshtojnë në atë që është e drejtë dhe arsyeshme. Të mos kundërshtonin kur porositë e profetit Asa, të cilat të gjitha janë të mira dhe të dobishme. Ndër porositë e veçanta të profetit Asa, për gratë ishte për të hequr dorë nga disa zakonet e ignorancës në rastet e pikëllimit dhe tragjedive, si nga vajtimi me zë, shjerja e fytyrës, grisja e rrobave aty, që tregonin pa kënaqësi ndaj caktimit të Zotit. Atëherë ti pranoje zotimin e tyre dhe lute Allahun t'i falë ato. Nëse ato i përmbohen të gjitha këtyre kushteve, atëherë pranoj besën dhe kërkoj falje Allahut për mangësitë e tyre, duke i qetësuar dhe gëzuar. Vërtet, Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Allahu fal shumë dhe i mbulon gjunat e robërve. Ai është falës i madh për gjunaqtarët që pendohen sinqerisht. Ai është gjithashtu Rahim, mëshirëplotë, mëshira e të cilit ka përfshirë gjithçka, ashtu sikurse edhe mirësia e tij ka përfshirë të gjitha krijesat. O besimtar, mos e bëni mik atë popull në të cilën Perëndia është i zemëruar, ata e kanë humbur shpresën për jetën tjetër, ashtu si kundër ju besimtarët që e kanë humbur tërë shpresën për të varësurve se do të ringjallen. O ju që keni besuar, mos zini miqësi me njerëz që kanë zemëruar Allahun. O ju besimtar, nëse e besoni vërtet Zotin tuaj, nëse vërtet synoni ta kënaqni atë dhe të largoheni nga çdo gjë që e zemëron atë, atëherë mos u miqësoni me njerëz të cilët i ka përfshirë zemërimi i Allahut të lartësuar. Allahu i madhruar është zemëruar me ta për shkak të kufrit të tyre. Ata e kanë humbur shpresën për ahiretin, ashtu sikurse jo besimtarët që nuk kanë shpresë për të vdekurit, se do të ringjallen. Ata janë të privuar nga mirësitë e ahiretit, të cilat as nuk kanë për t'i parë me sy. Prandaj, bëhuni të kujdesshëm që të mos afroheni me ta, duke i miratuar dhe i mbështetur në ligësinë e tyre, e në këtë mënyrë të privoheni edhe ju nga mirësitë e ahiretit, ashtu sikurse ata. Kur ata të kalojnë në ahiret dhe të shohin të vërtetën, do ta kuptojnë qartë se nuk kanë pjesë në shpërblimin e atjeshëm. Kështu, ky ajet tregon se jo besimtarët nuk shpresojnë asnjë shpërblim në ahiret, ashtu sikurse do të ndodhë kjo realisht kur ata të kalojnë në ahiret. Ky është njëri nga kuptimet e ajetit. Sipas një këndvështrimi tjetër, ajeti tregon që jo besimtarët e mohojnë ahiretin dhe refuzojnë ta besojnë se ai është i vërtetë. Gjithsesi, duke qenë se ata nuk besojnë në jetën tjetër dhe as për shpërblimin e të, mos u çudit as pak me përkushtimin e tyre ndaj veprave të keqija, që e zemërojnë Allahun dhe bëjnë të meritueshëm dëshkimin e tij. Këto vepra, që e kanë burimin nga mosbesimi në ditën e llogarisë, do t'i bëjnë ata të mirë që të mbeten të pashpresë gjatë dhe nesër shpërblimit në ahiret. Ashtu sikurse mohuesit e shohin të pamundur që të vdekurit do të ringjallen një ditë dhe do të llogariten me drejtësi para Zotit të tyre, ashtu ata do të mbeten të pashpresë në ditën e gjykimit për të marrë nga shpërblimi i Allahut. Përfundoi edhe te siri Sues Muntehine. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve.